Me datën 23 nëntor në New York u mbajt promovimi i romanit më të ri të autorit malësor Franz Amaj me titull Kthimi. Një vepër që trajton një kapitull të dhimbshëm të historisë shqiptare, ato të politikave kolonizuese, të Serbisë dhe Malit të Zi kundrejt Kosovës. Vepra përqendrohet në tragjedinë e një familje nga Malësia, e cila e shtyr nga propaganda qeveritare, u largua drejt Kosovës me premtimin se do të vendoset në tokë të begat shtetërore. Vetëm pas vendosjes, kjo familje kuptoi se toka dhe shtëpia e premtuar i përkiste një shqiptare të dalkomit, gjë që këtë familje vuri në krizë të rëndë morale dhe identitare dhe vendosi të kthehet në vendlindje. Autori Franz Amaj është i njohur për trajtimin e temave të ndjeshme që prekin shoqërinë shqiptare, nga plagët e emigrimit malësor tek përndjekja komuniste, si edhe për kontributin e tij me studime shkencore e shkrime publicistike që trajtojnë figura dhe ngjarje nga historia jon kombëtare. Promovimi u organizuan nga Shoqata Malësie e Madhe në New York, një organizatë e cila prej vitesh luan rol kyç në ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe traditave shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Përveç veprimtarive të shumta humanitare në drejtim të vendlindjes, shoqata mbetet një nga promotorët më aktiv të jetës kulturore shqiptare në diasporë. Gjatë eventit, mbi librin dhe rëndësinë e tij u shprehen studiues e aktivistë të komunitetit shqiptaro-amerikan. Nikol Junçaj, Mhidh Velaj, Halil Nikaj, Age Gjokaj Ivezaj, Gjek Gjon Lekaj dhe Arjeta Fërlushkaj. Aktiviteti u moderuan nga veprimtari i njohur Kol Cacaj, ndërsa hapja e ceremonisë u bën nga kryetari i shoqatës Malësia e Madhe, Senad Lulanaj. Në vazhdim mund të ndjekni materialin e xhiruar nga antari i shoqatës Malësia e Madhe në New York, Nikol Bojaj, të cilit i jemi falëndërues. Mas pari pra kam nderin dhe knatësi që të jepam fjalën kryetari i shoqatës Malësia e Madhe, Zotni Senad Lulanaj, i cili në emër të organizatorit do të na përshëndes. Faleminderit gjithëve, faleminderit kohën. Vërtetë të fjalë bukura se na mësoi punojnë, po gjithmonë arrime ja që voli të rrëve. Përshëndetje gjithëve, mirë ditë gjithëve, mirë se jeni ardhur, mirë se jeni bashkuar. Të nderuar panelistë, faleminderit për testimonion e juaj. I nderuar kryeredaktor Ali Fuli, i nderuar kryeredaktor i televizionit Bashkë Shqiptar në Maltësi, i nderuar autor ose koautor i abetares e parë në Maltësi, i nderuar diri me veshkimtet të arta, i nderuar profesor Franz Amaj, Nisënjavë. Kam privilegjin që në cilësinë e kryetarit t'i adresoj për fjalë, nuk do të kishëm pas rallën për flasë, por falë pozitës e është gjithmonë respekt, e kënaqësi, dhe jemi të gëzuar që prezentojmë provën e librit kanë sot këtu si shoqatë Malësia e Madhe, që i falenderoj gjithë kolektivin tim dhe bashkëpunëtorët tim. Unë i nderuar profesor me kujtohet nga femërinë time, me kujtohet baba im i gjerë që e dëgjonte radio. Zemrën tënë u isha në familje, e ndizjonte me mendje prit të orarin kur ju transmetohet me lajme, me transmetime ndryshme që bashkë asaj kohe. Dhe për mua i një kënë ju kam admiruar për punën që bashkë, jo vetëm ju, po shumë përfaqësues të popullit shqiptar në Maltësi, po sa qërisht masiv, në kujtohet në atë kohë, i djeti që është darkë në përfaqësues politike, qemalnike, apo në këto uzinën e korajnë që kishin, dhe pikrisht ju ishin një ndër ata që me inspiruar që ta njohi vetëm, ta njohi gjuhën tim, dhe ta njohi mendin tim, dhe kombin tim. Dhe faleminderit për gjithë punën që keni bërë që gjithë në kohëve e që të në moment të tjerë. Unë nuk jam as
komentues as kritik të romancave o librave, por vetë emri i qelluar i këtij romanci të bukur kam zbulquar me tyje për këtë romanc, kthimi çfarë do të thotë, kthimi tek vetvetja, tek koka e vet, tek vendimja e vet. Ne shpeshherë dalim nga koka s'dim më kthye, shpeshherë dalim nga shtëpia s'dim më kthye, shpeshherë dalim nga puna s'dim më kthye. Por gjithsesi është dësim dhe kjo histori e bukur e përshkruar prej autorit është për mua mesim që mos bëjnë gabime që kemë barë më parë. Kryetarin nderuar, faleminderit për fjalët e bukura, edhe për autorin, edhe për këtë pjesëmarrësit, dhe vetë fjalët tua tregojnë përse shoqata Madhësia e Madhe vendosi me përgjigjimin e librit më të ri të profesorit Camri. Ata na gjithë kemi respekt për ndihmë, jo vetëm respekt për adhurimin njohje për një njeri që kemi si është profesori Camri. Tash ti për mos zgjas, nuk do të bëjmë mirë, por mirë se kemi zgjas, nuk do të zgjas se kemi edhe kohën të panelistat, duhet t'i përshëndes gjithë dhe t'i falenderoj, se atë moment se kemi kontaktuar ne si komision këta asnjëherë nuk kanë hezituar për këtë ta kemi kënaqësinë ta prezantojmë të jemi pjesëmarrës edhe si panelista por edhe si njerëz të rregullt në promovimin e librit të Francamaj. Pra para jush, do të flas mas paret, do t'i prezantoj një nga një, por do të filloj me zonjen Arjeta Foljushka. E lindur dhe rritur në shkollën tonë të dashur që ishte qyteti më i dashur për Malësi, por kjo është pikërisht di Malësi. Kthimi nuk është thjesht një histori e lëvizjes gjeografike, është një dokument shpirtëror mbi përpjekjen e njeriu për të mbrojtur dinjitetin, identitetin dhe ekzistencën e tij në ndrysni e një pushteti që synon të zhduk. Kthimi i Francamaj është një roman që e zhvendos lexuesin në atmosfera më lirike dhe poetike e veprave të tij të më përparshme drejt një realiteti më të ashpër, toksor dhe të trazuar. Në këtë vepër, Camaj eksploron dramën e spastrimit etnik dhe kthimin emocional tek rrëmjet, por mbi gjitha kthimin shpirtëror drejt vetës së vërtetë. Vepra shkaloset si një udhtim i dyfisht, nga jashtë drejt brendësisë, nga e shkuara drejt tashmes, që shpesh është më e vështirë për t'u pranuar se vetë reagimi. Ky rrëfim është më shumë historik, i mbështetur në realitet dhe në dëmon kolektive të një komuniteti të tërë. Po cilat janë mesazhet që romani kërkon të përcjellë? Kthimi drejt vetvetes, jo vetëm drejt tokës. Pavarësisht titullit, kthimi në roman ka një kuptim të dyfisht. Personazhet largohen drejt Kosovës, por shpirtërisht kthehen në forcë tek vetja, tek përkatësia e tyre. Përballja me rrezikun i bën ata të vetëdijshëm për vlerën e identitetit, gjuhës, traditës dhe solidaritetit familjar. Largimi si imponim, shpërngulja si formë dhune dhe zhdukje fitërore, e bën romanin një akt kujtese kundër harresës historike. Unë i kam bërë ca shkurtime dhe ndoshta linja mendimit do të kputet pak për efekt koka. Qëndresa e heshtër tragjike e shqiptarëve. Camaj e paraqet qëndresën jo si heroizëm të zhurmshëm, por si mbjetesë të heshtër. Përdorimi i dialektit verior në dialogje mendojmë se është një dëshirë autoriale për të dokumentuar gjuhën e folur në zhargon të përditshëm, duke e konsideruar atë si një pasuri leksikore. Ashtu siç është përdorimi i fjalëve të murta popullore, me thënë drejtën ne kam shimë shumë kur i kam lexuar ato dialogjet në gjuhën malësoshe, sepse unë vetëm jam mësuar ta dëgjoj dhe nuk e kam parë asnjëherë të shkruar dhe ishte një për mua personalisht një emocion. Pra edhe të përmend disa. Shkoni njohni me për të thënë, se i kena disa dhe në Shkodër. Barja, ne i thona marja, po barja brina nuk ka. Varzat lejnë shpik huj e kur martohen shkojnë shpik vrek. Me dhomije se e mira ka me të gjenë, e din Luka që ka veshi e tjerë. Pikat e fortat romanit. Realizmi i prej historik. Një nga pikat më të fortat romanit është mënyra se si Camaj e dokumenton realitetin e presionit serb. Faleminderit Arjeta, por këtë vështrim jaftë koncis dhe të qëlluar, dhe më jetë falenderoj shumë. Tashti, u lutem e disa është iniciativë të Ministrisë të Shëndetit, por kjo është promovim dhe elementi juaj është më e rëndësishme se për ndryshe atë na nuk arrim atë qëllimin tonë që kemi dashur.
Kam derë nësi se para jush të prezentoj Hjellvejda. I s'është nevoja Zotin njërë në prezentua se këta në ufin zidh, edhe si shkrimtar, edhe si aktivist, edhe si kontrol e njërës e kishës, edhe zonë ishtë aty u thonë përda se deri tash e ka kërkot në shtetësin malsore, e në sot jo vetëm e ka fitu në shtetësin, po ba ma malsore së na. Se prezentoj në shtetësin. S'po prezentoj ma shumë se në ufin zidh, faleminderit shumë. Malsort, lesët njihen për pushk, për treni, për burëri, për bujari, pa ka gjohë ma mirë si keni me dhjetra kryuës që jo se kanë vetëm emër, por kanë emër e ndi emër dhe që janë kryuës për kollushë. Dhe nga ky moment, po ju thëmë, një ndërta dhe i pari, që i bringë se listë është Francame, një dorë të Një tjetër doajen e letërsisë, Lulash Palushaj. Anton Gojqe, Anton Gjuraqe, një djalleri me shumë perspektivë dhe pres shumë nga ai, është marrë pashku Lutz Gjonë. Nikol Berisha, dhe jo vetëm burra din më shkru, po din më shkru dhe Agi Vezaj. Sa po ka fillu rrugtimin e tij në tërsi, po vjen ta shpejt për romanin e dytë, Pashko Rëcamej. Dhe jo shumë larg, nga Marsia Jakub Ferit, e Qel Shabanit, nga Plau Gucija e pjesë tjetër, vjen edhe Valentina Gorvorkaj. Me se ishit kastëmirë me mu, unë shkrimin tim vetëm tek tuk do të lexoj, sepse ishit mërkullushën, se cili e një maj buzjeshur së tjetëre. E kam titullu kumtesën time, Kthimi i letërsisë shpirtërore, në hartët e kujtesës dhe tokën se kur rritej e shuhej tradita. Për romanin Kthimi të Francamej. Para se të fillojmë leximin, kjo dhomë ku jemi sot, na u ka shëndru në bibliotekë, na u ka shëndru në artë, na u ka shëndru në kulturë, na u ka shëndru në çdo aktivitet marrësorëve dhe jo vetëm marrësorëve, dhe një turtërkit e shkon për pronarin e mrekullueshëm. Emri Francame në letërsinë shqiptare tani më është i mirë njohur dhe me plot fryte. Në vazhdim e kësaj krijtarie të frikshme na vjen romani Kthimi, i cili në fakt është një metaforë kohërsh në mes të kaluarës së tashmes dhe të së ardhmes, ku në epicentër të rrëfimit është ekzistenca, koha toksore e njeriut, e tërë jetën gjakoj progresin, artin, kulturën, traditën dhe mbijetesën intelektuale. Tash njënë e sot e kam shumë ditë me i prezentua panelistet se gjithë janë të njoftën komitetin tonë, gjithë janë aktivist, shkrimtar, që zbëzë za shumë. Pare të toj zonjen Agej Vezaj, e cila, si shtalëm Hili, së fundit nga ka dhe vaskullë me dimër shumë të mirë, dhe shpresojmë se kam ende e që kam nga Elen tje kam në shkru. Kam nërët në si që parës të javën, e cila i vetëm son shkrimtare, por aktiviste që është më dikë të e parë që ka ardhë në komitetin tonë. Në shandirë të fjallës së shkruar, ju falenderoj që keni ardhur sot me promovimin e romanit Kthimi të profesorit të nderuar Francame. Romani Kthimi është një rrugtim historik dhe emocional që pasqyron njëra nga periudhat më të dhimbshme të historisë së shqiptarëve të Kosovës. Regjimi i atëhershëm i përzante shqiptarët e Kosovës nga shtëpitë e tyre me qëllim që të ndryshojë strukturën etnike dhe demografike të popullsisë autoktone. Tokat dhe shtëpitë e shqiptarëve zëvendësoheshin me kolonizatorë të ardhur nga Serbia dhe Mali i Zi. Në të vërtetë, ky roman shërben si dëshmi e ngjarjeve kronologjike
të persekutimit sistematik të shqiptarëve në Kosovë. Kolonizimi është një qëllim, kishte qëllim krijimin e një strukture artificiale slave në territorit të banorëve shqiptar. Kështu, me këtë metodë praktike e synovi shparosja popullsit shqiptar dhe ndryshimi i karakterit etnik e kombëtar në territorin e Kosovës. Kjo është një histori e dhimbshme që simbolizon qëndresën kombëtare që do të vazhdojë të frymëzojë brezat e arshëm deri në lëvizjen studentore të shekullit 20. Në qendër të rrëfimit është historia njerëzve të zakonshëm, të cilët detyrohen të braktisin shtëpitë arat dhe varret të parëve në presionin e regjimit. Tokat e punëmora me mund e djerës me shekuj u jepen kolonizatorëve sërb e malazes. Personazhet e romanit kthimi janë fshatar, familjar, burra e gra që përballen me padrejtësitë e pushtetit që përfaqësojnë popullin e Kosovës në tërësi. Ata nuk janë vetëm figura letare, por zari i historisë, son që flet përmes dhimbjes së padrejtësisë që është bashkë shqiptarëve në regjimit e kohës. Nëpërmjet një gjuhë të pasur dhe përshkrimesh të gjalla, kthemi shpajtos kontraktin e fortë midis pushtuosit dhe të pushtuarit, midis lapnisë e nderit, midis harresës dhe kujtesës. Vepra bëhet një kronik e qëndresës shqiptare, ku historia nuk paraqitet si fakte, i ftoftë, por si ndijet dhe kujtesë që jeton. Stili i romanit është i ndërthurur me realizëm historik, por ka edhe elemente psikologjike e simbolike, duke e pasqyruar jo vetëm ngjarjet politike, por edhe dramën e brendshme të njeriut që përpiqet të ruajë dinjitetin e vet. Përmes figurave të ndryshme, fshatar, student, pleqe të rinj, autori shpajtos një tavëllë të gjallë të jetës në Malsi e në Kosovë paralelisht. Në romanin ktheni personazhi i Petritit përfaqëson figurën e njeriut të përkushtuar ndaj vlerave dhe detyrës kombëtare, duke dhënë maksimumin nga vetja. Autori shpreh respektin për njerëzit që jetojnë në ndershmëri dhe qëndrojnë besnik idealeve kombëtare. Përmes tij, autori prek edhe një temë të ndjeshme sociale. Petriti jeton me të shoqen priten, por shpesh ndihet i vetmuar. Ai është i mërzitur nga ndryshimet që ka sjellë kjo kohë. Atij i vjen keq pse njerëzit janë ftohur, pse nuk shohin më për vizita si dikur. Kjo ftosësi shpirtërore e dhan Petritin të ndjejë se bota përreth tij ka humbur rëndësinë e dikushme. Atë ndjehet njësie, bashkimi dhe respekti që e karakterizonte jetën dikur në Malsi. Petriti mbetet i mbyllur në kujtime dhe mallin për kohën e kaluar, ku marrëdhëniet njerëzore ishin më të sinqerta dhe më të afërta. Në këtë mënyrë, përmes vetmisë së tij, autori shpreh mallin për vlera shpirtërore që po zbehen dhe shqetësimin për humbjen e lidhjeve të ndrota të njerëzve mes vetit. Profesori Franz Samaj tashmë edhe shkrimtari i njohur si rëndon në veprat e tij shkruan historinë përmes narrativës letrare. Kështu edhe kësaj here me këtë vepër të tij të fundit me titullin Tri, ai i mbetet besnik kësaj teme. Në këtë vepër autori përdor një stil të veçantë me një gjuhë të thjeshtë dhe bukur të artikuluar që i mundson lexuesit ta kuptojë me lehtësi narrativën të cilën ai e trajton, ashtu që mesazhin që ai përcjell tek lexuesi është i qartë, i lehtë për të kuptuar dhe inspirues dhe i drejtë. Romani në fjalë përfshin periudhën që nga koha e Mbretërisë Serboslave dhe Jugosllavisë komuniste deri te shkatrimi përfundimtar i kësaj krijese famkeqe për ne shqiptarë. Përmes kësaj narrative dhe personazheve në të, autori përshkruan në mjeshtri ruajtjet, kalvarin dhe tragedinë që kanë përjetuar gjeneratat e tëra të shqiptarëve në këto regjime njerëzore, së pari monarkia e pastaj komunizmi jugosllav. Romani fillon me personazhin e Petrit Pjetrit, i cili ka përjetuar ngjarje dhe peripetite lloj-llojshme gjatë jetës së tij, që nga fëmijëria deri në prisëri. Ai përjetoi periudhën e komunizmit e pastaj edhe luftën e viteve të 90 të shekullit të kaluar,
dhe shpërberjen e Jugosllavisë komuniste. Petriti mes tjera shpreh shqetësimin e tij edhe për ndryshimet në shoqëri. Personazhi në fjalë ankohet se po humbin disa vlera dhe tradita të cilat na kanë lartësuar si shoqëri dhe kohë. Njëra nga ato është dashnia për njëri tjetrin, vizitat te të afërmit, koshit, shokët, pra shkuarja me ndaj në shtëpitë e njëri tjetrit e tjera. Autori përmes këtij shqetësimi përshkruan përplasjen mes traditës dhe modernitetit. Petriti shkollën fillore kishte kryer në vendlinje, ndërsa të mesme në fakultetin Kosovë, atje ku edhe e takoi bashkëshortën e tij Dritën. Për vitet e kaluara në Kosovë, ai shprehet se ishin më të bukurat të jetës së tij. Në personazhin e Petritit gjejnë veten me gjeneratat e tëra të nxënësve dhe studentëve malësorë, të cilët u shkolluan dhe edukuan në shkollat dhe fakultetet e Kosovës në kohën e Jugosllavisë komuniste. Petriti dhe bashkëshortja e tij Drita tashmë në moshë kalojnë kohën mes Malësisë dhe Amerikës. Fëmijët e tyre të rritur, të martuar, tashmë edhe ata me fëmijë jetojnë në Amerikë. Petritin dhe të shoqen Dritën i merr malli për ta e posaçërisht për nipa dhe mbesën. Ata shkojnë në Amerikë një herë në vit dhe rrinë atje disa muaj. Kënaqen atje me fëmijët, nipat e mesat, por ata shumë shpejt i merr malli për vendlindje, për të afërmit, për shokët e shoqet e tyre. Mund ta paramendoj se sa gjyshe dhe gjyshe malësore kur ta lexojnë këtë vepër do të gjejnë veten e tyre në personazhin e Petritit dhe Dritës. Autori me mjeshtri përdor flashback-un, pra kthimin mbrapa në kohë. Ai shëtit në kohë, herë në kohën e mbretërisë jugoslave, herë në ata komuniste, duke përshkruar ngjarje të lloj-llojshme që kanë përjetuar me gjenerata të tëra shqiptarësh në mbretërinë jugoslave. Duke shtektuar në kohë, ai përshkruan përjetimet e vuajtjet e malësorëve të shqiptarëve në robrinë jugoslave. Leka Plaku Jur shfaqet si një personazh me karakter të fortë dhe me përvojë të madhe në jetë. Përmes lekës, autori paraqet malësorin e mençur, besnik dhe vetmohues. Leka edhe pse në plesri punon pa pushua dhe edhe në vakt të verës. Unë në jetën time kam pas miq zemre, miq shtëpie, shumë dashur, shumë shkrimtar, veçanërisht flas për Martin Samaj, Ismail Karare, Arshki Pipën që ka jetu këtu dhe kur kanë ardhur në New York, kanë bërë vizita dhe unë kam vajtën në vendinit e tyre në vendet kur kanë jetuar, kam pas kënaqësi, kam mësuar shumë prej tyre. Për mua, shkrimtarët janë njerëzit më të rëndësishëm në kulturën e një shoqërie njerëzore. Them drejtën që veprën e kam lexuar është shumë serioze. Bile kalon edhe në dialektin e Shqipës që flasin në Kosovë, dhe në dialektin tonë, por e përshkruan aq bukur sa që kjo vepër duhet të bëhet gjithkombëtare. Kur them gjithkombëtare, është që të lezohet në jugun dhe ri në Kosovën gjithanë, sepse përshkruan diçka tepër të rëndësishme nga shqiptarët, malësive tona që kanë shkuar në Kosovë. Në kam njoft disa prej tyre, bilet Mramin e kem pas dëshmor, Nikol Perkan që ka shkuar në Friqin tane, ka në jetën, pastaj ka pas Martin Lusën dikur në babistat më të njoftën që ka bën një qendres heroike për shëtimin e Kosovës nga sulmet serbe në luftën e dytë botërore dhe tjerë. Dhe kjo edhe familja e Gjek Ivanit janë familje përmendur në si, familje shumë fisnike, dhe ato cilësi që e froni kësaj familje janë të besueshme, sepse ata janë dalluar. Unë e kam njoft, fra e marë pun djalin e marë me Gjek Ivanit, e kam njoft, kem qenë bjeshk, si të mos, por është dalluar si burri mirë dhe vendin e ti tanë jetën. Them drejtën që
Kjo vepër është jashtëzakonisht e bukur. Është shkruar bukur, nuk ka fjalë të huaja, pak, pothuajse as pak, po të gjitha janë cilësi e të folunit shqiptar. Për arsye se Martin Camaj ka pasur ku futet një fjalë e huaj në gjuhën shqipe vdes diçka në trupin tim, pse ajo është me mësu fjalë shqipe me fjalë të huaja, dhe ky i përmbahet të shkrimit e pasuron gjuhën e vetëdijës dhe të mendësisë tonë, dhe mos harrojmë se mendësia e madhe ka dhënë 3 kolosë të kulturës gjithkombëtare që janë Gjelosh Gjokaj, Angelin Preljoza, në koreograf më të njohur në botë, dhe ka qenë Duk Kaçaj, po ashtu shumë i njohur. Ka hapsi dhe tashti u lexuan emrat e pothuajse gjithë shkrimtarëve të Malësisë. Unë do të dëshiroja që shqiptarët e Amerikës, shoqatët, organizatat, tani tutje të përqendrohemi që t'i promovojmë në mënyra të ndryshme shkrimtarët tonë, por në nivelin gjithkombëtar. Për arsye se besoj që rruga më e mirë do të ishte që të themelohet lidhja e shkrimtarëve të Malësisë. Se ashtu është natyra, të gjithë janë prej Malësisë, dhe të promovohet kjo ideja e lidhjes shkrimtarëve dhe këta të gjejnë bashkëpunimin, megjithëse që në bashkëpunim do të kesh vështirësi, sepse ka tendenca që unë jam i pari, por për të bashkuar shkrimtarët e Malësisë dhe të paraqit në botën shqiptare të Shqipërisë, të Kosovës, është mirë që të bashkohen, ashtu opinioni im, kjo është e drejta e tyre, por na si na është mirë, dhe them drejtën që ju e dini vetë, keni pa, promovimi i librave në Amerikë ka rëndësi të veçantë, ke kanalet e veçanta C-SPAN, që merret vetëm me promovime librash e dokumentaresh e tjera. Pra, kjo është nerë që e bën shoqëria, po në njëjtën kohë është kënaqësi që në mesin tonë kemi për shembull autorin siç është Frans Camaj. Me fol për Frans Camaj, profesor Camaj, kam fol disa herë për jetën e tij, për afërsisht para të njëjtës audiencë, dhe çdo herë kam tje vetit të emocionuar për shkakun se e ndi vetin ose ndi atë raportin në zanës profesor, jo prej frikët që kam prej profesorit, por prej respektit ndaj tij për puna dhe kontributin që ka dhënë e personalisht për mua, mbase unë kam qenë një prej atyre mame fat që për 7 vjet e gjys një herë kam pas arsimtarin në shkollas e 4 vjet në gjimnazin e Tuzit. Falenderoj profesor, sepse puna e tij personale, metoda e punës arsimore, sepse na dim se shumë profesora e kanë përgatiten për vetveten, po nuk dinë t'ia dhanë nxënësit. Ky ka një prej tyre që ka pa metoda dhe parimet që na ka bënë me mësua për dhunë, jo për shkak notave, por për shkak se na ka futat dashnin për gjuhën dhe letërsisë shqipe, sidomos për gjuhën shqipe, e unë më vonë me ndikimin e tij, nga puna e tij, kam vazhduar shkollën e lartë pedagogjike për gjuhën letërsi, që kam pas një lehtësi, falu e profesor, natyrisht që se kam pas suksesin tuaj, ndonë se ju, si çdo arsimtar, çdo mësues, ka dëshirë t'ia kalojë nxënësit pak më mirë, se vetë profesor se atëherë ndjej vetë suksesin, sikur edhe prindi, që ka qenë me kënd uladi më mirë, se prindi, po u asnjëon as tjetër si kom ta i kalua pa aty dikun në Arjuja. Për jetën e pronit e kini mbrapa librit aty kur ka linë një kohë të vështirë, në një familje numerikisht të madhe, por të madhe dhe bërkat traditat dhe vërtytat më të larta mësore, e na kur e përdorin fjalën, po nacionin mësor e kemi kuptimin për gjithë shqiptarët. Kështu e kemi na mësor. A shkollua natyrisht shkollën fillore në Malësi, normalen si që keni pa në Kosovë, Universitetin në Kosovë, pjesërisht një normale ma vonë me korrespondencë gjuhën letërsisë shqipe, ka dhënë mësim, më ka dhënë gjysmëtorin e dytë, prej klasë 5 dhe fundin e klasë 8. Ky ka ardhur si profesor në gjimnaz Tuzit kur kam filluar vetëm mësimin vit parë shkollës mesme, ma vonë Frani ka emrua gazetar e redaktor i emisionit për gjuhën shqipe, e ma vonë edhe drejtor e redaktor i emisionit në televizorin shqip
të Podgoricës. Po i thonë për Franin, nuk po flasë për jetën e tij, po do e folë për dy elemente të jetës tina. Si mësimans dhe si intelektual e veprimtarisë çështjeve shoqërore. Si mësimans, disa janë kanë zonë sa ti dhe e din, po ndoshta një pjesë nuk e dini, po keni dëgjuar, a kanë të mësimansi më të përgatitur, më të suksesshëm, më principiell, më serioz, e më rigoros, se gjithë nuk e kemë drash, por kur e ka marrë dikush do të kalose te Frani, do të thotë ke qenë i përgatitur. Ka që ke adash me keni përgatitur. Ju kujtohet zgjidhjet se Frani, sidomos kur e ka shpjeguar morfolozin, foljet për gjuhën, zoja Fërësh kishte më mirë, as si gjeometria matematik, a pjesa më e rëndësishme, do të thotë plot një vit. Por Frani edhe pse pak e shtirë, Frani ka ditë përmes punës tij, përmes përkushtimit të tij, duke të përsërit disa herë me ne futin krye të gjithë. Dhe këta që kanë ardhur prej shkollave të tjera fillore, ka thënë Kola sa që disa prej Trishtit, prej Dinoshtit, prej Luzit, na si mund prej Skorraqit, kemi qenë në nivel shumë më të përgatitur, e ka fjalën për gjuhën e tërsi. Para se ta mbyllim takimin, para jush, kam kënaqësinë dhe nderin se të ftoj edhe autorin praneriut për cilën ai bashkohë për veprën e tij si Robertan, zotin Francame, profesorit tim se unë po lëndohem pak se edhe më kam mësim, po mos jam afro as i kam Nikos, Francame është para jush, faleminderit. Përshëndetje gjithëve, se për nas pojmet, për shkosh të zhenjeri, jo më qajtë më shtenë me ndua thua jam unë, ajo se jo. Dua t'ju përshëndes gjithëve, t'ju falenderoj duke filluar prej gjithë juve që keni ardhur, me marrë pjesë në këtë të rurim të romanit tim i fundit. Në veçën të falenderoj tash për tash. Jo i fonit, do të Falenderoj fonicet, të gjithë, se që e dinoj mirë së tjetëri, me fjallë zellëra, nuk e di këtë se kuj kanë gjithë gjitha, por thonë se njerëzit e mirë nuk din flasin keq. Unë konstatoj se të gjithë forqet janë njerëz mirë, në bastë të asaj që kanë dëgjuar sot. Duhet të falenderoj edhe posaçërisht kryetarin e shoqatës, që ka gjetë edhe guxim në ato, edhe kohë, edhe mundësi me ardhur prej hatrit Nanës, që ka fund Nanën para drejtit shkollë, prodhimin, ka ardhur prej Panqetë dhe direkt këtu. Unë nuk e di se unë e kisha bani vekër ti. Falenderoj për shtepën, në kushtime, nana është e madhe, nuk ka që më të madhe një naka, një rjetë, edhe një babë, por nana është e veçantë. Pas tokën e lehtë, kushtinin e qetë në tjetë. Falenderoj edhe shoqatën, mënësia madhe. Jo vetëm për këtë takim, për këtë organizim, por kjo shoqatë ka organizuar promovimet e 3 romaneve të mia deri tash. Falenderoj shumë, gjithashtu pronarin e këtij objekti që më ka dhënë më mësoj që këtë aktivitet tash bëhen. Unë nuk kam ndërmend të flas për romanin sepse e pas se shumica e keni marrë e keni lexuar përpara nëse më vonë, ata që ka kanë pasur në mend, ta them me konfront aty në të dashemi. Vetë kam pyet shumë, ka të ka lind ideja më. Unë në vitin 1980 isha në Radio Tipograd, atëherë ashtu një plak
80 vjeçar Levon, ma tregoi këtë ngjarje. Më tregoi për një burr që ai thotë është i vetë që ka shkuar si kolonizator në Kosovë, po e pas që të qartë se është kolonizator. Dhe kur ka kuptuar se tokën dhe shtëpinë ja kanë dhënë shteti, të një tokën dhe shtëpinë e një shqiptari që ka dalë komit, ai sa ka të gjuhë të fjallë, ka kërkuar një javë ditë. Kjo janë fjallë të vërteta, ka kërkuar një javë ditë që të përgatitet edhe të kthehet. Kur e kanë kuptuar, shoh pse kanë pak më gjatë, për s'po duam edhe gjatë. Kur e kanë kuptuar vendasit se ky po don të kthehet në vendlindje, kanë çmuar se është që ka povri mirë. Edhe e kanë lutë që nalet në Kosovë, sepse ti do të shkosh po të vend tanë, do të bjerë një malja zve socialisëm.